Përshëndetje të nderuar shikues, mirë mbrëma, ja ku jemi në emisionin e parë të geopolitikës për këtë vit, me këtë banerin e ri, pavarësisht se e keni parë dhe njërë tjetër në ditën e shtunë në ato përmbledhjen e lajmeve të javës, në geopolitikën e javës. Kjo është era e parë që po dalë për të trajtuar një temë të veçantë me të ftuarit tanë. Sot do të jem me një të ftuar që shumë nga ju e duan, ashtu si dhe shumë të tjerë e sulmojnë, por ne nuk do futemi në ato fushat e sulmit, sepse aty përfshihem dhe unë, por do futemi në pikat që na bashkojnë me Olsi Azegjiun, me cilin do ta kemi në Skype, dhe do të bisedojmë për temat të ndryshme që do të fokusohen kryesisht tek ngjarjet në lindjen e mesme, paqja ose armpushimi ose hapi i parë drejt paqes me 20 pika, të cilën e inicioi presidenti i Shtetet Bashkuara Donald Trump, dhe që para pak ditësh u firmos në Sharm el Sheikh. Lufta në lindjen e mesme dukej se kishte krijuar një shtjell, një vortex, një gropthithse, një tin që kërkonte të thithte dhe të puste brenda këtij vorteksi të gjitha fuqitë e tjera botërore. Duket sikur me ndryrjen e presidentit Trump diçka është stopuar, por nëse perspektiva do të jetë me mirë apo me keqe, këto do t'i bisedojmë me të ftuarin tonë special, i cili është profesionist në këtë fushë, nga të paktit në Shqipëri, jo i vetmi sigurisht, po nga të paktit që mund të analizoj këtë temë me një saktësi dhe me informacione shumë të detajuara dhe të veçanta. Para se të fillojmë për temën për cilën e kemi ftuar, dëshiroj ta pyesja, sepse ju e dini që zoti Azegji jeton në Olsi në Indonezi, apo në Indonezi, në Malezi? para muaj, në Malezi. Në Malezi, ku është pedagog në universitet, dhe dëshiroja të pyesja Olsi, i ke ndjekur ndonjë çik ngjarje këtu në Shqipëri, sepse e di që juve nuk ishni dorë kurrë nga Shqipëria dhe nga ngjarjet që ndodhin këtu, nëse po ndonjë diçka që të ka bërë përshtypje këto kohët e fundit nga ngjarjet aktuale në lidhje me Shqipërinë, dhe pastaj tym në temën tonë kryesore. Fjala për ju, Olsi. Kredi, përpara se të dalim në lindjen e mesme, në luftën që vazhdon aty, ngjarja që na ka bërë përshtypje, domethënë besoj të gjithëve, ka të bëjë me skandalin që ka ndodhur në javët e kaluara për zgjedhjet për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, por sikur domethënë kemi parë presidenti kukull që Rama ka instaluar në pushtet, Bajram Begaj vendosi për datën 9 nëntor për të zhvilluar zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, të Vlorës, të Beratit, të Matit, të Pelenës dhe të Cerrikut. Vendimi i presidentit ishte ndoshta një nga skandalet më të mëdhej ligjor në historinë ligjore dhe politike të Shqipërisë, pasi ajo që bëri presidenti Begaj është injorimi i gjykatës kushtetuese, një kohë që domethënë është një kemi precedentin e zotit Erion Veliaj, të cilin unë nuk e simpatizoj as pak, por mënyra se si Edi Rama vendosi që ta largoj atë nga kryesia e Bashkisë së Tiranës, dhe ankesa që avokatët e Veliajt bën kundër këtij vendimi
antiligjor, dhe më pas nxitimi i presidentit Begaj për t'i thënë lepe peqe punëdhënësit të tij, duhet ta pranojmë se presidenti Bajram Begaj, edhe pse pretendon të jetë president, tek e fundit fare është një zar i Edi Ramës, dhe veprimi që bëri Begaj, veprimi i cili më pas do të rrëzohet nga gjykata kushtetuese, po tregon ndër të tjera se sa shumë ka degeneruar shteti shqiptar, ku tani më nuk kemi vetëm këto kukullat apo që Edi Rama bënte në kohë të komunizmit, këto filmat vizatimore si punë e diellës, që u nxjerr deputetëve në parlament dhe i thotë kjo është ministre ime, para shumë atë që bënte Caligula në Romën e lashtë, ku shpallte Kalin e tij, thoshte ky është senator, thoshte Kali. Domethënë nuk kemi vetëm Caligulën e diellës, po tani po shohim që edhe ky personi që ne pretendojmë që është njeri, domethënë nuk është avatar i krijuar nga Rama, si në sigurt të jetë avatar, domethënë është një super turp. Tani unë e kuptoj backgroundin e presidentit Begaj. Ai është një fakir nga Kavaja, një person i cili në përqarje diplomatike arabe të Tiranës më tregojnë që i shkonte dhe i lutej për para ambasadorëve të huaj. Dhe është një fukara të cilin sigur e pam edhe kur erdhi presidenti Erdogan në Shqipëri, i lutej Erdoganit i bënte një zyrë më të madhe. Domethënë është një langaraq, mund ta quaj, ja. Ama edhe pse është një person i tillë, ajo që ai bëri në rastin e Erion Velis tregon që në Shqipëri nuk ekziston më shteti, domethënë. Edi Rama e ka shpallur veten e tij pothuajse monark absolut të Shqipërisë, edhe është bërë sigur ishte ajo i bie Olsi që Caligula është Rama dhe Kali nuk e dim kush është. Po Kali gjitha, Diella, Balluku, Begaj, dhe është bërë sigur ajo qyfyrja që ekzistonte në kohën e Zogut me Lal Krosin, që Zogu e kishte vënë ministër drejtësisë, nëse si jam gabim, që thonin Lal Kros, vetë shkruaj vetë volos. Dhe edhe Rama është bërë si punë e Lal Krosit, edhe qell këta zarat i thotë hidhni firmën ju, bëni këtë, bëni atë, dhe këta shkruajnë i thonë lepe peqe. Domethënë është një turp, është domethënë kur shikon politikën shqiptare, kur shikon që në të paktën edhe institucioni presidentit, i cili legalisht, domethënë, duhet kishte pak dignitet, ka përfunduar. Dhe Rama është kthyer pak a shumë në një diktator absolut, në një Caligula, apo në një Deli Ibrahim, për ata persona që njohin historinë e Perandorisë Osmane, ka qenë një sultan me emrin Ibrahim, po që më pas populli i quajti Deli Ibrahim apo Ibrahimi i çmendur. Dhe ça bënte ky Deli Ibrahimi, ky mori këtë pallatin perandorik dhe filloi ta vishte kështu me lëkura kafshë, sepse i duke vetë se ishte artist. Edhe Rama është bërë si Deli Ibrahimi, po Deli Ibrahimin e hoqën e vran Jeniçerët, nëse jam gabim. Problemi me Ramën është se kemi Jeniçer në Shqipëri, që ta heqin qape, ta rrozojnë nga pushteti. Po është turp ajo që ndodh. Po. Olsi, fillojmë me temën kryesore, mendoj unë, që anoncuam këtu. Situata në lindjen e mesme, mbas fillimit të asaj që presidenti Trump e quajti një gjë pa imagjinueshme më përpara, fillimin e një procesi që do të shonte drejt një paqe afatgjatë mes sionistëve dhe islamit në lindjen e mesme, por jo vetëm aty. Dhe ai premtoi që kjo do të shoqërohej nga apa të mëtejshëm. Ndërkohë kemi parë ekzekutime që janë bërë nga Hamasi në Gaza, ekzekutime publik ku në përsheshet publike ku grupe njerëzish prej 7-8 vetash, 10 vetash janë vendosur një gjunjë në tokë dhe janë qelluar
janë ekzekutuar nga ushtarët e Hamasit, me pretendimin se kanë qenë bashkëpunëtor të Izraelit, të sionistëve, të Mossadit ose të ushtrisë izraelite, IDF-s. Trump ka kërcënuar që në rast se Hamasi do të vazhdoj me këto veprime të persekutoj dhe të akuzoj njerëzit për qëllime politike dhe të bëj ekzekutime të tilla për të ruajtur fuqinë e brendshme të vetë në popull, atëherë do të ka kërcënuar se do të fut ushtrin amerikane dhe do të ekzekutoj të gjithë liderët e Hamasit një nga një. Si është situata e nënshkrimit të Olsit të marrëveshjes të Sharm el Sheikut nga pala arabe, do më thëmë flas për palestinezët, dhe nga pala muslimane flas për pjesëmarrësit e shteteve të ndryshme muslimane në këtë takim dhe qëndrimin e shteteve të ndryshme evropiane në lidhje me fillimin e kësaj nisme më të gjerë që synon të arrijë Trumpi për të vendosur një paqe afatgjate. Dhe kjo paqe që synon Trumpi është e njanshme dhe ka synime kundër palestinezëve dhe mbrapa skena kundër palestinezëve, apo bëhet me një qëllim të mirë që të mos lejoj atë që unë e quajta vortex, që në këtë shtjell të rriqet gjithë bota dhe të filloj një luftë e gjerë botërore. Si e mendon ti këtë? Është një hap para dhe i mirë, apo jemi në status quo, apo është hap mbrapa? Fjala për ju, Olsi. Tani takimi që presidenti Trump bëri në Sharm el Sheikh në 13 tetor të 2025-s, ku përfaqësues të qeverive të Turqisë, të Katarit, të Egjiptit, të Jordanisë, të Indonezisë, sigur kishim edhe përfaqësues apo kryeministrin e Francës, e Britanisë, kanceloren gjerman, ishim ministrin e jashtëm të Arabisë Saudite, përfaqësues nga Emiratet Arabe, nga Jordania e tjerë. Ishte një përpjekje e sinqert, besoj unë, e presidentit Trump për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Izraeli Olsi e ka dashur këtë marrëveshje apo është imponuar nga ndërhyrja e Trumpit? Izraeli nuk ka dashur. Domethënë Netanyahu, nëse keni ndjekur lajmet, dje ka bombarduar Gazën, ka bërë bombardim masiv, duke akuzuar Hamasin, sikur Hamasi ka vrarë 2 ushtar izraelit ditën e djeshme. Faktikisht nuk i ka vrarë Hamasi, ata janë vrarë nga një predh që i ka shpërthyer kur kanë qenë me një nga ekskavatorët e tyre në Rafa. Puna është që deri në datën 13 tetor u krijua një ortek global ku vende që nga Spanja, Kanadaja, Australia, gjithë bota muslimane, gjithë njerëzimi u çuan kundër Izraelit, dhe i vetmi vend që ka mbrojtur Izraelin në gjenocidin 2 vjeçar që Izraeli ka bërë në Gaza kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po kjo mbrojtje amerikane që Trumpi ka dhënë zionistëve i ka shkaktuar Amerikës një dëm të papar në të gjithë botën. Kemi njerëz që nga presidenti i Venezuelës deri te presidenti i Kolumbisë që kanë bërë thirrje për dërgimin e vullnetarëve për të mbrojtur Gazën. Pra, është krijuar një ortek i tillë global urrejtje kundër Izraelit, i cili i shqetësoi shumë pushtetarët amerikanë, por ne dim që në kohën e administratës së presidentit Joe Biden ai ishte frikacak, ndërsa Trumpi është më pokder, më trim, dhe ai, domethënë, është munduar që kur ka ardhur në presidencë në mënyrë të vazhdueshme që të bindi Benjamin Netanyahun
që t'japi fund gjenocidit. Problemi është që Netanyahu dhe qeveria me ekstremistë që ai ka, zionist, ata nuk bien rahat derisa të vrasin edhe palestinezin e fundit. Dhe çfarë bëri presidenti Trump në datën 13 tetor, e para ai shkoi në Knesetin izraelit, për personat që kanë parë fjalimin e presidentit Trump në Kneset. Për ata që din, Kneset quhet parlamenti. Parlamenti i Izraelit, ku mori me vete këshilltarin e tij për lindjen e mesme, Witkoff, që është çifut, është një nga partnerët e Trumpit, biznesmen. Mori dhëndrin e tij, Jared Kushner, shok personal i Netanyahut dhe antar i sektit ekstremist Shabbat Labovicit. Mori Miriam Adelsonin, personi kryesor që financon lobin izraelit në SBA, dhe mori general të ushtrisë tij, mori ministrin e luftës, Pete Hegseth, mori zarin e Miriam Adelsonit që ai e ka caktuar si sekretar shteti apo kryeministër Marco Rubion. Pra mori sionistët e Amerikës, me ata shkoi në Tel Aviv, në Jeruzalem, duke ju lutur publikisht Netanyahut që t'japi fund luftës. Përpara kësaj, çfarë bëri presidenti apo amerikanët më saktë, hyn në ujdi me Katarin dhe me Turqinë, ku Katari dhe Turqia i bën presion Hamasit, e kërcënuan Hamasin, i kërkuan Hamasit që të lejonte ato 20 pengje izraelite. Tani për personat që nuk e kuptojnë se si funksionon Hamasi është një ushtri guerrille, por kjo ushtri guerrille ka dhe udhëheqjen e saj. Udhëheqësia e Hamasit, sidomos që nga viti 2006, kur Irani me Hizbullahin bën luftën e suksesshme të Libanit, ku e detyruan Izraelin që të tërhiqet, Irani së bashku me Sirin filluan dhe ndërtuan një aleancë me Hamasin, të cilin e sponsorizuan, e armatosën, dhe Hamasi u kthye në fuqinë ushtarake, e cila në datën 7 tetor 2023 do t'i japi Izraelit edhe një nga humbjet më spektakolare që kur është krijuar shteti çifut. Por çka ka ndodhur që nga 7 tetori 2023, Turqia nëpërmjet Katarit. Nuk të ty ajo 7 tetori si inside job kështu, ha? Si flamur i rem i Izraelit? Tani edhe mundet, biles një nga arsyet se Netanyahu nuk do të ndërpresi luftën, është se ai nuk do që t'i hapet një hetim për 7 tetorin, nga që ish shefi i Shin Betit, ai pretendon që ai e ka marrë në telefon Netanyahun gjysmë ore përpara se të niste sulmi, dhe i ka thënë po shohim lëvizje të mëdha në Gaza, dhe Netanyahu ja ka fut gjumet. Pra, ajo mundësi ekziston, por duhet të them diçka tjetër. Është që Hamasi u kthye pak a shumë në pjesë të ushtrisë të boshtit të rezistencës që Irani krijoi, boshti i rezistencës i cili drejtohej nga president Ibrahim Raisi, të cilin izraelitët e vranë në 2024, nga Ayatollah Khamenei, nga Garda Revolucionare Iraniane, dhe më pas pjesë e kësaj ushtrie masive ishte Hizbullahi me Said Hassan Nasrallahin në Liban, Houthit në Yemen, qeveria e presidentit Bashar al-Assad, e cila edhe pse nuk hynte në luftë drejt për drejt, Siria ishte baza kryesore nga ku dërgoheshin armët dhe bëhej gjithë koordinimi i luftës, edhe milicit irakene etj. Dhe udhëheqësia e Hamasit, dhe Hamasi u kthye në një, edhe pse është një guerrille sunite, u fut nën komandën e Iranit. Tani, çfarë ka bërë Turqia nëpërmjet Katarit që nga viti 2023, me gjithë Mossadin izraelit, është munduar që të ndërtojë një udhëheqësi tjetër në Katar, të drejtuar nga Khalid Meshali, person me prirje anti-shiite, por për sa kohë që në Gaza ishte Muhammed
Sinwari, Yahya Sinwari më herët dhe më pas vajti Muhamet Sinwari, udhëheqësinë e Hamasit e kishte krahu i rezistencës. Krahu i rezistencës që thoshte ne do luftojmë deri në vdekje o vdekje o liri. Por çfarë ka bërë Izraeli në këto 2 vite gjenocid, ka vrarë gjithë udhëheqësinë e Hamasit në Gaza dhe personat që kanë ngelur janë këta që trehohen në Katar. Tani deri në gusht kur Izraeli bombardoi Katarin, kjo udhëheqësi që ishte në Doha, kjo refuzonte në mënyrë të vazhdueshme që të lironte pengjet, pa detyruar edhe Izraelin që të liroj të burgosurit politik palestines që ai mban dhe që të njohi një farë pavarësie apo autonomie për territoret palestineze. Por pas bombardimit që i ndodhi Dohës Katarit, në gusht, apo kur ishte, në shtator, nuk e mbaj mend datën tamam, me sa duket, ky ka qenë një mesazh që amerikanët apo izraelitët i kanë dhënë emirit të Katarit, ku i kanë thënë, por ndoshta edhe Erdoganit, ku i ka thënë, ju ose do na lironi pengjet, ose ne do t'i godasim edhe juve. Dhe ka ndodhur që pas bombardimit në Doha, është rritur presioni kundër Hamasit, saqë udhëheqësia e Hamasit, e cila është strehuar në Ankara, Stamboll dhe në Doha, urdhëroi ushtarët e Hamasit që ishin në Gaza që të lironin pengjet. Dhe kjo u bë me insistimin e Turqisë, ka pasur një analizë Jerusalem Posti përpara disa ditësh, ku tregonte që lirimi pengjeve ishte pak a shumë produkti negociatave të Turqisë me Hamasin, e që Turqia i ka dhënë edhe pasaporta shumë drejtues të Hamasit, ku në shkëmbim për lirimin e pengjeve, Turqia i ka kërkuar amerikanëve që t'i shesin avionët F-35. Dhe duhet lirimi pengjeve, nga që duhet kuptojmë që presidenti Trump është në 2 zjarre. Njëri është bota myslimane, Turqia, Katari, Arabia Saudite, Emiratet Arabe etj. Dhe Amerikës i nevojitet paraja e vendeve të pasura myslimane, por edhe Turqia si aleat. Dhe dyta është në zjarrin e lobit zionist. Dhe justifikimi që Netanyahu jepte gjithë të kohë ishte që unë në qoftë se nuk më lirojnë pengjet, unë nuk e ndaloj luftën. Dhe nëpërmjet turqëve dhe katarezëve, Trumpi detyroi Hamasin që t'i liroj të gjitha pengjet që Hamasi i ka liruar, dhe në shkëmbim Hamasit i doli garant pengjet që ishin gjallë, që kishin mbetur gjallë. Pengjet që ishin gjallë edhe ata që janë vdekur, që janë në rronoja. Dhe Hamasit ju premtua, është ai plani 20 pikash i Trumpit, që do ketë armëpushim, Izraeli nuk do t'u vrasë më, do t'u lëmë të hani bukë. Edhe do filloj edhe rindërtimi i Gazës e tjerë, domethënë plani është i ndarë në 2 etapa. Por edhe pse Trumpi arriti që ta detyroj Hamasin nëpërmjet Turqisë dhe Katarit, që e para të shkëputet nga linja iraniane, e cila kërkon luftë derisa të lirohen të gjithë burgosurit politik, edhe pse shkëputin në një farë mënyrë Hamasin nga linja iraniane e futin linjën turke, ku turqit i dolën garant Hamasit dhe i thanë, po i lirove pengjet, do kemi armëpushim. Netanyahu këmbgulte që mos i lironte pengjet së bashku me ministrat e tij ekstremistë, sigur Smotrich edhe Ben-Gvir. Dhe çfarë ndodhi në datën 13 tetor, Trumpi shkovi në parlamentin izraelit, në Knesset, ku u tha atyre që do të bëni paqe. Edhe për personat që e kanë analizuar fjalimin e Trumpit, e para, ata që neve na quajnë, persona si unë edhe si ti, na quajnë konspiracionist, aty ishte bardhë në të zezë. Trumpi e zhveshin Netanyahun, aty i tha, kam dhënë armë, kam dhënë lek, merrem telefon për ditë, më thoje duam këtë raket, duam këtë, më ke kërkuar armë, i tha që unë nuk e di që ekzistojnë. Edhe thosha, po, ja ku ije. E dyta, i solli Miriam Adelsonin, gruan e Sheldon Adelsonit. Qeverinë që ka Trumpi tani, e ka bërë
familja e këtyre kumargjive të Las Vegasit. Dhe kjo është mafia qifute që kontrollon biznesin e kazinove në Amerikë. Burri i Miriamit, Sheldon Adelsoni, është ai që solli Trumpin pushtet në 2017 dhe është ai që domethënë ka sjell gjithë këtë frymën dhe po të shikosh këta ministrat që ka Trumpi apo sekretarët e shtetit, me në krye Marco Rubio. Marco Rubio ka qenë punëtor në për kazinot e Sheldon Adelsonit dhe Miriam Adelsonit. Dhe kur ne i thonim këto gjëra para 2 vite, para 4 vite që thonim Trumpi është kukull e zionistëve, njerëzit na thonin ta gënjejnë apo janë konspiracionistë. Trumpi i mori këta në Knesetin Izraelit i tha jafa, ke këtu tha Miriam Adelsonin tha. Ka 60 miliard dollar tha në bankë. Dhe kjo tha me gjithë burrin e vet, më vinin mu tha në president merrtin telefon edhe më thonin çfarë do bëjmë për bregun perëndimor, çfarë do bëjmë për Golanin, çfarë do bëjmë për Netanyahun. Dalimi i Trumpit në Knesetin Izraelit pasqyra më e pastër që thot nuk ka më Amerikë. Domethënë, edhe vetë presidenti Trump është i punësuar i lobit izraelit. Domethënë, të gjithë ata që na kanë quajtur neve në këto vite si konspiracionistë, shkoni dëgjoni fjalimin e Trumpit. Tani, ndërsa Trumpi çfarë nuk i ka dhënë Izraelit, ku përmendi edhe bisedën e tij me Miriam Adelsonin, tha, më vjen Miriam Adelsonin në zyrë dhe i thash, edhe i thoja, Miriam i thoja, këtë do më shumë ti, thoja, Izraelin apo Amerikën? Dhe thoshte, ajo nuk më përgjigjet, po unë besoj që ajo do Izraelin. Domethënë, ai i ekspozoi të gjitha agjentët izraelit që kontrollojnë Senatin dhe Kongresin Amerikan, që kanë sjell Trumpin në pushtet, biles e sa hapur troç që njerëz si Miriam Adelsoni nuk i shërbejnë Amerikës, edhe pse janë qytetarë amerikan, po të shërbejnë ty, i tha Netanyahu. Por i tha Netanyahu, i tha, tani qeshta, në gjithë që i doje, i solla. Dhe rri kështu i tha, se ai rrinte i ngrysur gjithë kohën. Kesh. Dhe i tha, është për të mirën tënde që ne të vendosim paqe. Dhe në shkëmbim, çfarë ofroi Trumpi Izraelit? E para, është timi i gjithë pengjeve që mori Hamasi, b, vendosjen e Gazës në një pushtim ndërkombëtar, i cili mund të udhëhiqet nga Egjipti apo Emiratet Arabe, në udhëheqjen e kriminalit të luftës, ish kryeministit britanik dhe tokut e Ramës Tony Blair. Treta, këputjen e palestinezëve nga Irani. 4, në fjalimin që pati si Trumpi, si Netanyahu në Kneset, ata përmendën fitoret që ka patur Izraeli në këto 2 vite luftë. E para, shkatrimi i Sirisë, sjellja e Al-Qaidës me Abu Muhammad al-Gjulanin si diktator dhe rrëzimi i Asadit, ku Siria, që ishte vendi i fundit arab, i cili rezistonte dhe nuk pranonte që të bënte paqe me Izraelin dhe mbështeste palestinezët, u shkatërrua, sigur u shkatërrua edhe Libia, edhe Iraku më herët. Hizbullahi u shkatërrua, Hamasi u shkatërrua, sigur ka thënë edhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov, ndoshta rreth 600.000 palestinezë janë vrarë. Se kjo është shifra që ne dëgjojmë për 70.000 vdekur, është vetëm ato që janë dokumentuar, por kemi me qindra e me mira që janë në rrënojat e pallateve që ka shkatruar Izraeli. Dhe, domethënë, Trumpi u mundua që të imponoj Netanyahu që të bëj paqe dhe në shkëmbim i tha gjithë armiqtë tu i shkatruan dhe i premtoi që unë do të vazhdoj procesin e akordeve abrahamike. Çfarë janë akordet abrahamike? Akordet abrahamike janë dorëzimi i gjithë vendeve myslimane ndaj Izraelit, rrishtimi i këtyre vendeve myslimane kundër Palestinës dhe vdekje Palestinës. Në fjalimin që mbajti Netanyahu, i përmendi Trumpit që kemi akoma Iranin. Dhe unë nuk e di se çfarë do ndodhi, presidenti Trump në fjalimin e tij i tha, i kemi ofruar iranianëve paqe,
dhe që ti bashkohen edhe ata akordeve abrahamike, por do ta shohim. Dyshimi ekziston se ti shkëmbim për armëpushimin që Trumpi i ka kërkuar Netanyahut, ndoshta Trumpi të godasi Iranin, ose do rrëzoj regjimin Iran, do t'i bëj Iranit atë që i ka bërë Siris, që i ka bërë Irakut, që i ka bërë edhe Libis, por kjo ngjelet që të shihet. Dhe pasi mbaroi këtë fjalim, prej 1 orë e 20 minuta, nëse jam gabim, në Knesetin Izraelit, Trumpi shkoi në Sharm el Sheikh në Kairo, ku aty ishin gjithë ta udhëheqësit e këtyre vendeve myslimane, vetëm Edi Rama nuk ishte, se Edi Rama, edhe pse ne në Shqipëri jemi vend me shumicë myslimane, pretendon që jemi vend me shumicë kaurësh, biles as ky katunari i Kavajës, Baromi, nuk e kishte lejuar as Baromi në shkret që tikte në Sharm el Sheikh. Megjithatë, aty ishin përfaqësues të vendeve myslimane që nga Erdogani te prabo i Indonezisë, dhe Trumpi në shkëmbim për ndaljen e gjenocidit izraelit i ka kërkuar udhëheqësve të botës myslimane me krye presidentin prabo të Indonezisë që të vendosin marrëdhënie me Izraelin. Pra, çfarë është kjo? Domethënë çfarë u mundua Trumpi të bëjë në datën 13 tetor, është pak a shumë dhënien fund të konceptit të shtetit Palestinës, 2, nënshtrimin e gjithë botës myslimane ndaj Izraelit dhe Amerikës, 3, izolimin total të Iranit, e ndoshta edhe një shkatrim të ardhshëm të Iranit, 4, shkatrimin përfundimtar të Hamasit. Marrëveshja që u bë në datën 13 tetor, ku Erdogani, prabo, ku përfaqësues të Arabisë Saudite, Emirateve, Abdel Fattah el-Sisi, gjithë ishin aty, ishte ndërtuar si një skenar ku Trumpi pak a shumë kërkonte që t'i ofronte Izraelit një paqe me botën myslimane. Domethënë, Izraelit i tha, çështjen palestineze do ta kontrollojmë neve, nuk do ketë më rezistencë palestineze për shlirimin e Palestinës. 2, unë po t'jap gjithë vendet myslimane në tepsi. Por, nëse e ke vënë re, në 13 tetor, asnjë përfaqësues izraelit nuk iku në Egjipt, Sharm el Sheikh. Dhe jashtë quajtura marrëveshje paqe që unë nënshkrua, ishte ndërmjet administratës amerikane dhe vendeve myslimane përveç Iranit edhe Shqipërisë. Por ç'a ndodhi është që ndërsa Hamasi i liroi gjitha pengjet, Izraeli nuk i liroi të burgosurit politik që Hamasi kishte kërkuar, por liroi disa që nuk kishin shumë rëndësi, lejoi që të futen disa kamione me ushqime në Gaza, ndërsa çfarë po ndodh tani është se tani që njerëzit po kthehen nëpër shtëpitë e tyre që s'kan më shtëpi, por nëpër gërmadat e tyre, Hamasi, sigur e përmendët edhe ju, po ekzekuton, paktën këtë tregojnë mediat, kolaboracionistët apo tradhtarët që kanë bashkëpunuar me Izraelin. Kjo gjë është përdorur si justifikim nga Netanyahu, i cili dje ka bërë bombardime masive në Gaza, dhe gjithashtu Izraeli vazhdon bombardimet në Liban. Ka tregon kjo? Kjo tregon që edhe pse presidenti Trump po kërkon që të imponojë një paqe nëpërmjet nënshtrimit të palestinezëve dhe botës myslimane ndaj Izraelit, Netanyahu nuk po e pranon këtë gjë. Sipas qeverisë mesianike të Netanyahut, ai parasheh luftë me të gjitha vendet myslimane dhe nuk do kur paqe. Por kjo luftë po e lodh Amerikën, po e shkatëron buxhetin amerikan, po e shkatëron ushtrinë amerikane, që domethënë ata po japin Izraelit armë që SBA-ja as nuk i ka përdorur ndonjëherë vet. Dhe në anën tjetër përbën një dëm të paimagjinueshëm financiar për Amerikën. Një nga arsyet pse presidenti Trump ka bërë këtë planin 20 pikësh për Gazën dhe ka marrë edhe partnerin e tij në ndërtim Witkoffin, që e ka vënë atë me gjithë Jared Kushnerin, e kanë vënë këtë mbikëqyrjen të ardhmen e Gazës, ka të bëjë edhe me lek për punë parash.
sepse pjesë e kësaj marrëveshje është U që përfol gjë që e mohoi ky Witkoff që do të tërhiqej nga pozicioni i tij si negociator, por ai e hodhi poshtë këtë, tha do vazhdoj sa detyrën time. Jo, vitet në këtë momente Xharet Kushniri me Witkoffin po janë të pyes diçka, po roli i Evropës, i vendeve kryesore të Evropës në këtë proces, cili ka qenë, se Britania ndërsa duket sikur mban një pozicion jo shumë pro Izraelit, në fakt është e përfshirë në të gjitha veprimet shërbime sekrete të saj, sidomos forcave ajrore, është e përfshirë në të gjitha veprimet e Izraelit që ka bërë gjithë të kohë. Ajo ka mbikëqyrur rrëmbimin e fillim të luftës më 7 tetor që e përmendëm këtu të pengjeve të Izraelit nga ana e Hamasit në tokën e përtej Gazës, në kufi me Gazën, është përfshirë në luftën kundër Iranit, flota ajrore mbretërore britanike, është përfshirë si avampost informacioneve sekrete edhe në goditjen që u bën në Doha të disa godinave ku qëndronin drejtuesit aktual të Hamasit. Dihet që Katari është një vend aleat dhe ndoshta i vetmi në lindjen e mesme që ka dhe 2 baza të vetat jashtë Katarit në Britani, dhe Britania duket që mban një qëndrim hipokrit publik në krahasim me veprat e veta reale që bën mbrapa skenën e politikës në lindjen e mesme. Duket sikur ka një ndryshim midis politikave britanike në lidhje me Izraelin dhe Palestinën, edhe në përgjithësi me lindjen e mesme, por në fakt duket se në pozicion më agresiv është Britania dhe e ka vënë në bashkëpunim me Izraelin dyer presidentin Trump para faktit të kryer dhe e ka nxjerr keq përballë opinionit publik, sidomos në rastin e Iranit, kur ai deklaroi presidenti Trump që do të japim Iranit para se të fillonte ajo lufta 12 ditore, do të japim Iranit një javë kohë dhe mbas një jave do shikojmë çfarë do ndodhë. Mi po ditën e dytë mbas asaj deklarate, Izraeli filloi sulmin kundër Iranit duke vënë Trumpin përballë duke luajtur sipas asaj që në diplomaci quhet fait accompli. Dhe njëkohësisht edhe në Katar sulmi ka ndodhur pa dijenin e presidentit Trump, i cili kishte dërguar aty ekipin për të negociuar me përfaqësuesit e Hamasit për të bërë paqe me Izraelin, dhe Netanyahu bëri një akt të paprecedent duke goditur një vend me të cilin nuk ishte në luftë dhe s'kishte bërë asnjë deklarat lufte para se ta godiste. Pra, cili është roli i Evropës në këtë tabel shau që po riorganizohet në lindjen e mesme? Tani, për sa i përket britanikëve, për mua britanikët po bëjnë atë që kanë bërë gjithmonë në histori. Më thënë që luajnë hipokritin, ndërsa në të vërtet është vetë shejtani. Tu le të kujtojmë luftën e parë botërore. Në luftën e parë botërore se Izraelin e shpiku Britania, janë anglezët ata që i mblodhën këta slavo ashkenazët nga Rusia dhe Evropa lindore. Me Lorenzin Arabis. Po, domethënë, shiko, në luftën e parë botërore Britania ka bërë të njëjtën gjë. Në njërën anë dërgoi Lorenzin e Arabis te Sherif Husseini, i thoshte arabëve që ne u duam juve, po kemi probleme turqit edhe do t'ju armatosim që të bëni kalifatin arab. Në anën tjetër, me marrëveshjen e Darinit në 1915, armatosën Abdulaziz bin Saudin, që ta përdornin kundër Osmanëve dhe më pas kundër Sherif Huseinit të Hijazit. Në anën tjetër, në 1960 përfundoi me një luftë shumë të madhe civile, rreth 400.000 të vdekur. Po. Dhe më pas bën marrëveshjen e Sykes-Picotit me francezët, që ndërsa
Sherif Huseinit i premtonin që do bën një kalifatin arab, në anën tjetër me francezët ndërtuan, edhe rusët, ndërtuan hartën e lindjes mesme, se si do ta ndanin lindjen e mesme ndërmjet tyre. Dhe në anën tjetër, ndërsa i premtuan francezëve që botën arabe do ta kemi vetëm neve të dy, francezët edhe britanikët, me pabesi ndaj francezëve, por edhe ndaj arabëve, do nënshkronin marrëveshjen e Balfourit në nëntor të 1917 me Leon Rothschildin, me përfaqësuesin e bankierëve Rothschild të zionizmit, ku ati i premtuan që do t'ju japim shtetin tuaj. Pra, britanikët gjithmonë e bëjnë këtë gjë. Ajo që ne po shohim tani me Starmerin, ku Britania urdhëroi gjithë perandorinë e saj, se Kanadaja, Australia nuk janë vende të pavarura, unë jam kanadez. Kur ne shqiptarët apo emigrantët shkojmë Kanada dhe bëhemi kanadez dhe bëjmë betimin, ne nuk i betohemi për besnikëri Kanadas, po i betohemi mbretit apo mbretëreshës së Londrës. Kanadaja është kali Trojës për të rrëzuar plotësisht Amerikën dhe për ta vendosur një vagon në lokomotivën e City of London. Edhe dua të them që ndërsa perandoria britanike urdhëroi të gjitha këto dominionet e saja, pretendojnë që janë shtetet pavarura, që të njohin Palestinën, të e bëri për konsum të brendshëm, e bëri edhe ndaj evropianëve dhe në veçanti ndaj opinionit publik të dominioneve britanike. Se ne kemi parë që protestat më të mëdha kundër Izraelit janë bërë në Australi, janë bërë në Kanada, janë bërë në Londër. Sa që qeveria e këtij Starmerit ka shpallur terrorist kush proteston për Palestinën dhe për personat që ndjekin lajmet nga Anglia, personat që dalin në për rrugë kur ka protesta, ka me qindra që ata arrestojnë dhe fusin në për burgje. Pra, ajo që bën britanikët, të cilët pretendojnë sikur janë kundër Izraelit, kundër gjenocidit, njohon edhe krimin e shtetit Palestinës, po pa treguar se ku është ky shtet. Për mendimin tim e kanë bërë për opinionin publik të brendshëm, e kanë bërë ndoshta edhe për t'i qetësuar kolonët, vasalët e tyre në botën myslimane, por unë mendoj që Britania përsërit vetveten, përsërit atë që bëri gjatë luftës së parë botërore, që bënte marrëveshje me të gjitha palët. Por kemi një tjetër, kur flasim për Evropën, duhet të kuptojmë që Evropa nuk është një, nuk është e unifikuar. Kemi vende sikur Irlanda, sikur Spanja, sikur Portugalia, që janë me të vërtetë shqetësuara për gjenocidin që po shohin, dhe në anën tjetër duhet të kuptojmë edhe opinionin publik në Evropë. Kemi që nga rrugët e Milanos deri në Berlin, ku njerëzimi është quar dhe po proteston dhe po denoncon të gjenocid që nuk është parë në historinë e Evropës që nga lufta e dytë botërore. Pra, Evropa nuk është e unifikuar. Kemi qeveri, sigur e përmenda më herët, që janë majtistë në Spanjë, që janë hapur me Palestinën edhe kundër Izraelit. Por në anën tjetër kemi Francën. Franca, për mendimin tim, është pak a shumë në të njëjtat pozita që ka qenë në luftën e parë botërore. Sepse duhet të kuptojmë diçka, që Franca në kohën e De Gaullit, edhe pse mbështeti Izraelin në krijimin e bombës atomike etj, bile s'ka marrë pjesë me Izraelin në luftrat kundër Egjiptit edhe Siris, Franca ka interesat e saja geostrategjike në lindjen e mesme. Te Libani, të cilin Izraeli e pushton dhe bombardon për ditë, është një protektorat francez. Janë francezët ata që e krijuan Libanin, dhe ideja e krijimit të Libanit ishte që Libani do të ishte një Francë në botën arabe. Dhe duke patur një komunitet shumë të madh të krishterësh maronit, duke ardhur që nga koha e perandorisë osmane, ku francezët ishin mbrojtësit e këtyre e maronitëve, Franca ka interesa, se Franca shikon Libanin si koloninë e saj. Pastaj Siria, edhe Sirin janë francezët ata që e krijuan,
Po kur ata shohin Izraelin që e pushton e bombardon, ata nuk janë të lumtur me këtë. Prandaj do thoja që kur flasim për Evropën, Evropa ka shumë interesa, por gjëja që i ka bashkuar gjithë evropianët duke përfshirë edhe britanikët, është që ata nuk e përballonin dot më, apo të paktën nuk e mbështesnin dot më publikisht genocidin që regjimi Çifut po bënte kundër palestinezëve. Po Franca, Gjermania, Hollanda, atë po thoja, domethënë që këto vende, edhe pse publikisht, domethënë politikisht janë zioniste. Ky kancelari gjerman si të duket në raport me këtë çështje, çfarë qëndrim ka mbajtur? Tani dëgjoj, ky ka qenë një punonjës si BlackRockut, i cili dihet që kontrollohet nga Jewishët dhe është sponsorizuar për BlackRockut për të kapur atë pozicion aty në Gjermani dhe gjithmonë ka qenë shumë agresiv në çështjet e brendshme në lidhje me trajtimin e kësaj teme, ata që ishin kundër genocidit total, për çfarosje totale që Izraeli ka ndaj palestinezëve, ku fëmijët në shkolla dhe në universitet mësohen që të bëhen ushtar për të shfarosur palestinezët, kur ata erdhën mbas një loje të bërë si genocid gjatë luftës së dytë botërore nga Hitleri, i cili 1/4 e gjakut e ka patur Jewish dhe mendohet madje Rothschild dhe mendohet që është sponsorizuar prej tyre për të shkatruar popullin gjerman si një popull me të cilin Jewishët, ashkenazin, të cilët janë një nga pjesët kryesore të drejtimit të sionizmit të sotëm, sidomos bankierët kryesorë të saj, si Rothschildët, Warburgët, Goldman Sachs, si Lehman Brothers, e tjera, Kahnen, Loeb, edhe kompani të tjera të fuqishme të Çifutësh ashkenazin, dhe këta kanë bërë një akmarrje tyer kundër popullit gjerman në dy lufta, po sidomos luftën e dytë, se në luftën e parë nuk ishin dhe shumë të fuqishëm për të ndikuar 100% mbi politikat botërore. Të njëjtën gjë që bën ndoshta me Hitlerin, po e bëjnë tash me Zelenskin, duke sjellë një Jewish në krye të Ukrainës, i cili e futi në luftë me Rusinë, sepse dihet që mbretëria kazare e shkatruar kryesisht nga bashkëpunimi i varangianëve që ishin vikingët e ardhur nga Norvegjia në bashkëpunim me slavët, në aleancë me slavët, shkatruan mbretërinë kazare, e cila ka ekzistuar në shekujt e 8 të 9 dhe gjysmën e parë të shekullit të 10 dhe më pas u shkatruan nga këto popullata që janë kryesisht në zonën mes Ukrainës dhe Rusisë, kundër rusëve bën revolucionin tetorit, i cili dihet që ka qenë drejtuar nga bolshevikët, të cilët në masën e tyre kryesore në Partinë Komuniste bolshevike të Leninit ishin Jewish dhe orkestruan një banjë të madhe gjaku kundër popullit rus, duke vrarë mbi 60 milion banor dhe duke i persekutuar në për gulagët e ngritur, ku në 14 apo 15 gulag, vetëm 2 veta nuk ishin Jewish nga ata që drejtonin gulagët, kurse të gjithë të tjerët janë drejtuar nga Jewishët, ku dihet që ushtria e kuqe u udhëhequr nga Trotski, nga Çifuti, me mbiemrin Bernstein, bëri gjitha të luftë civile midis të ashtu quajtur regjimit të vjetër të Romanovëve ose rusëve të bardhë
dhe pjesëve të tjera të popullatave të cilët u morën përveshi me dajak dhe u rekrutuan për të futur ushtarë në ushtrinë e kuqe të Trotskit, ku gjaku i derdhur nga të dy akrat ka qenë gjaku rus, slavo viking i përzier. Dhe tash i përsëri po përpiqen të futin në luftë të dy popuj, ashtu siç i futën në luftën e dytë botërore që u vranë me njëri tjetrin, rusët dhe gjermanët po përpiqen edhe me këtë kancelarin që kanë sjellë tash në krye të Gjermanisë për të prishur politikën dhe bashkimin e ekonomive të Rusisë dhe të Perëndimit për të mos ecur Evropa përpara dhe për të mos ngelur ashtu siç ka qenë lokomotive botës, pasi Evropa konsiderohet si një armik i sionistëve dhe i gjujshve, të cilët vazhdimisht deklarojnë se kërcënojnë evropianët, do t'ju fusim, thonë, në një Golgot dhe nuk do kini nga t'ja mbathni dhe të vdekurit nuk do mundni do t'i transportoni as me kamion. Kush refuzon t'jetë sklavion, deklarojnë shumë njerëz të njohur publik në deklarata publike, siç janë këta rabinët e ndryshëm ose njerëzit gjujshët me influencë në popullatat gjujsh, të cilët deklarojnë që do ta fusin popullin e Edomit, pra Evropën, kanë parasysh me këtë deklarat, ata do ta fusin në një thertore të madhe dhe kush është kundër kësaj është antisemit, thonë, në qoftë se ti s'lejojnë që genocidi të bëhet mbi një popull semit nga ata që kontrollojnë sot sionizmi, që nuk janë semit, po janë një racë e bardhë turqish të ardhur nga zonat, nga stepat jugore të Rusisë, aty ku ka qenë Kazaria, ndosë, domethënë, një diçka e pabesueshme. Ata që janë semit dhe që luftojnë palestinezët me origjinë semite, e quajnë veten semit dhe kush i kundërshton ata quhet që është me Hitlerin, i cili në fakt ka shumë mundësi që të ketë qenë një projekt i tyre dhe nëpërmjet kësaj historie me Hitlerin, ata përpiqen të akuzojnë të gjithë ata që nuk mbështetin Izraelin në këtë genocid që po shfaros gjithë popullin e Izraelit, por e Palestinës, më fal, por nuk është vetëm kjo, Olsi, sepse ata që kanë këtë piksynim kanë qenë përfaqësues të Teodor Herzlit dhe në këtë luftë që ata e quajnë dhe fetare dhe etnike, duke e quajtur fetare si një mesazh mesianik nga Bibla, duke përdorur elemente të ndryshme me mashtrime dhe me gënjeshtra, duke dhe çuditshme se themeluesi i sionizmit Teodor Herzli ka qenë ateist dhe i monte Zotin dhe nuk kishte asnjë lidhje, s'kishte lexuar ndoshta Toraun, ashtu si shumë nga izraelitët e sotëm të cilët luftojnë në emër të Mojsiut edhe të Toraut dhe të Abrahamit në këtë luftë të madhe midis tjerash, ata nuk kanë lexuar Toraun dhe nuk zbatojnë fare gjithë ato dogmat që kërkon Torau për besimtarët gjuish. Olsi, në qoftë se të ka mbetur dhe diçka tjetër për të thënë, fjala për juve, në qoftë se ke dëshirë të trajtosh dhe diçka para se ta mbyllim, fjala për juve. Nuk po dëgjoj Olsin, regjia. Jo, më rregull, tani e kam. Përgjigjem komentit tuaj në lidhje me pyetjen që më bëre për Gjermaninë në kancelorin Friedrich Merz. Dëgjoj, sigur edhe ju e përmendët, Gjermania nuk është shtet i lirë. Gjermania që nga lufta e parë botërore me traktatin e Versailles u kthye pak a shumë në një koloni e bankierëve çifut të Londrës dhe të Parisit, ku Hitleri pasi erdhi në pushtet në 1933 u mundua që ta liroj Gjermaninë nga ky kolonizim, por ne e dim përfundimin. Përfundimi ishte katrimi total i Gjermanisë dhe
Gjermania që do të dali pas luftës të dytë botërore, e para do të jetë një shtet I cili do ndahet, nuk do ketë me Gjermani të unifikuar, do ndahet në shumë vende, pjesë të Gjermanisë sot janë në Francë, pjesë të tjera I ka Rusia. I ka Rusia, si kur Kaliningrad. oblastin e Kaliningradit, pjesë të tjera I ka Çekia, Polonia. I ka Polonia dhe kështu me radhë. Pra, Gjermania që ne kemi njohur historikisht nuk ekziston më. Dhe edhe kjo Gjermani që ne njohim sot deri në vitin 1990 ishte ndarë në dy pjesë. Në Gjermaninë lindore dhe perëndimore. Dhe duhet kuptojmë edhe diçka tjetër që me mundjen që I ndodhi Gjermanisë në 1945 amerikanët I imponuan Gjermanisë konventën e marrëdhënies ndërmjet tre fuqive dhe Republikës Federale të Gjermanisë. Kjo konvent, e cila u nënshkrua në vitin 1952, legalisht e lejon Gjermaninë që të ekzistojë si shtet, por Gjermania është pak a shumë sikur autoriteti palestinez në bregun perëndimor, ku bota thot që është Palestina këtu në bregun perëndimor apo dhe në Gaza, por Palestinën e kontrollon Izraeli. Dhe sipas konventës të tre fuqive, që është Britania, Franca dhe SBA-ja me Republikën Federale të Gjermanisë, Gjermania ka liri që të ekzistojë si shtet, kur vjen puna te ekonomia e saj e brendshme, po sipas kësaj konvente, Gjermania nuk lejohet që të ketë pavarësi në çështje të politikës jashtme dhe çështje të armatimit të brendshëm. Pra, sipas këtij fakti, është dokument, ky është dokument zyrtar. Shumica e njerëzve nuk e din. Unë po të jem kancelor I Gjermanisë, unë nuk them dot asgjë kundër Izraelit, pa marrë më herët leje nga qeveria britanike, amerikane dhe franceze. Unë si kancelor gjerman, po dua që të prodhoj për ushtrinë gjermane 1000 tanke, apo 10 nëndece. Besoj se shumica e shikuesve tanë nuk e din këtë fakt. Gjermania është shteti I vetëm në Evropë që nuk ka nëndece, por Gjermania prodhon nëndece. Edhe kush I merr nëndecet gjermane? Izraeli dhe Greqia. I merr Izraeli. Pra, Izraeli, bides në këto momente që ne po flasim, është një general amerikan, s'po vjen mend emri I tij tani, me mëk diçka e ka, bëri një njoftim para ca ditësh që thoshte që Izraeli me këto nëndecet që ja ka dhënë Gjermania I ka mbushur me koka nukleare dhe është gati të godasë Iranin. Pra, Gjermania nuk është shtet I lirë. Dhe kur flasim për kancelorin Merz që ju përmendët, ky është Bajram Bega. Domethënë, ashtu sikur Edi Rama e merr dhe vendosi zar Bajram Begën, edhe Merzin e kontrollojnë qeveria britanike, franceze dhe amerikane. Po janë amerikanët dhe britanikët që kanë kontrollin në fund. Nënshkruan një marrëveshje me Britaninë tash për bashkëpunim në rast të një lufte. Të dyja shtetet kanë lidhur aleancë, e kanë firmosur para një mueca. Po, dhe domethënë sot Gjermania është pak a shumë si Gjermania e pas traktatit të Varshavës, ku britanikët dhe francezët jo vetëm që e detyronin Gjermaninë të paguante dëmshpërblimet e luftës parë botërore, por e kishin detyruar që edhe mos të prodhonte armë. Arsyeja pse Hitleri do të shpallet armik I anglo-francezëve pas vitit 1933 është se Hitleri do të thyej diktatin e konferencës së Versailles dhe do të nisi që të prodhoj armë dhe të armatosi vendin dhe të liroj territoret e pushtuara gjermane. Ne mund të kemi lloj-lloj teorish konspirative për Hitlerin, por
është edhe fakt që kur ai ka ardhur në pushtet në 33-shin, është sponsorizuar nga bankier zionist. Është edhe fakti tjetër që ai ka bashkëpunuar me zionistët për të dërguar shumë qifut gjerman në Izrael, por problemi është që Hitleri më pas u doli jashtë kontrollit atyre. Dhe Hitleri u bë i rrezikshëm për ata, kur ai u doli jashtë kontrollit, e fuqizoi, armatosi Gjermaninë dhe kërkoi që të bëjë Gjermaninë e madhe. Kjo ishte pak a shumë përmbledhje e pyetjes që më bëre Fredi. Të falenderoj shumë për pyetjet dhe për ftesën e emision. Faleminderit Olsi që ishim bashkë, gjithmonë bisedat me ju janë të veçanta dhe interesante. Jemi të nderuar shikues në podcastin ku gjërat thuhen troç. E vërteta të bën të lirë. Në qoftë se ne nuk themi të vërtetat siç i mendojmë, sepse të vërtetat janë relative, atëherë ne nuk jemi të lirë dhe pikërisht këtë përpiqemi. Atë që Madame Elena Blavatsky e quante e vërteta është mbi gjithçka. Ajo sundon gjithçka. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim javës tjetër në të njëjtën orë, në të njëjtën ditë, pra ditën në këtë ambient të ri që e kemi riregulluar studion e vjetër, po e riregulluar me këtë ndryshimin, këtë tavolina kështu me këtë pjesën e bardhë të shtuar dhe me fondin mbrapa me banerin i cili është bërë posaçërisht për këtë emision. Tung natën e mirë.